Vetëm futini këmbët një herë në javë në ujë me sodë buke dhe ja çfarë ndodh me trupin tuaj. Pas një dite të lodhshme, çlodhja e trupit dhe muskujve është thelbësore për një gjumë të mirë, të rehatshëm dhe të qetë gjatë natës. Por disa metoda natyrale, të cilat mund të shndrohen edhe në zakone të mira, mund të ndihmojnë që të ndjeheni më të çlodhur në fund të ditës. Sipas Brightside, në këtë video do ju sjellim një metodë shumë të thjeshtë të përdorimit të ujit të ngrohtë me sodë buke, e cila mund të ndihmojë në çlodhjen e trupit tuaj edhe të muskujve përpara se të shkoni për të fjetur. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë buke. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mjafton që ju të shtoni në një legen me ujë të ngrohtë 3 lugë çaj me sodë buke. T'i përzieni mirë derisa ajo të tretet, edhe I mbani këmbët në këtë përbërje për të paktën 30 minuta. Do të shikoni se si dal nga dal, ju do të ndjeni çlodhje të gjitha muskujve dhe do të ngrohni gjithashtu trupin tuaj, duke e përgatitur atë për një gjumë të rehatshëm dhe të qetë gjatë natës. Në fund të fundit, lodhja më e madhe e trupit përqendrohet tek pjesa e këmbëve. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë buke do të çlodhë të rësisht njëkohësisht, do të largojë kontraktimet e muskujve, si dhe do të lehtësojë lodhjet e mëdha të tyre, dhe do të keni lëvizje më të lehta gjatë ditës së nesërme. Gjithashtu, uji me sodë buke ndihmon në pastrimin e këmbëve, largimin e infeksioneve ose myku që zakonisht prek këmbët, ndërsa ndihmon lëkurën të jetë më e butë, më e shëndetshme dhe gjithashtu edhe më e lëmuar. Uji me sodë buke mund të përdoret në të njëjtën mënyrë edhe për shëndetin e trupit tuaj dhe jo vetëm. Në fakt, uji I ngrohtë me sodë buke rekomandohet edhe për të gjithë trupin tuaj, duke I dhënë atij relaksimin e munguar dhe duke I ofruar një zgjidhje lehtësuese në këto situata të vështira. Mjafton të shtoni në vaskën tuaj 3 lugë gjedhe me sodë buke, t'i tresni mirë dhe të futeni në të dhe të qëndroni për të paktën derisa uji të bëhet I ftohtë. Kjo mënyrë jo vetëm që do t'i jap edhe një çlodhje të rësisht të trupit, por do të hap edhe poret e lëkurës dhe do të promovojë më mirë largimin e toksinave që merrni me djersën e ditës. Uji me sodë buke zbut lëkurën tuaj të trupit, duke larguar papastërtitë që gjenden në poret e saj. Uji me sodë buke është efikas edhe në parandalimin dhe largimin e problemeve të lëkurës, siç mund të jenë për shembull ekzemat ose edhe irritimet e saj. Kjo metodë mund të përdoret sipas nevojës. Nëse nuk keni probleme me lëkurën, mund ta përdorni të paktën për trupin tuaj një herë në 3 ditë, dhe për këmbët tuaja mund ta përdorni çdo mbrëmje, sidomos nëse keni kallo të tyre dhe papastërti të ndryshme siç është myku I thonjve dhe I lëkurës, ose nëse doni të largoni edhe erën e keqe të këmbëve. Është një mundësi e shkëlqyer që mund t'i jap trupit tuaj një zgjidhje lehtësuese, sidomos në rastet më emergjente. Kujdesi për këmbët është thelbësor për shëndetin tonë, por shpeshherë neglizhohet. Megjithatë, një zgjedhje e lehtë e efikase në shtëpi mund të bëjë ndryshimet në këmbët tuaja. Duke përdorur kombinimin e kripës me sodën e bukës të tretura në ujë, do t'i ofroni këmbëve të gjitha mundësitë më të mira për të marrë përfitimet që keni nevojë në ato momente. E rekomanduar edhe nga ekspertët, kjo metodë thjesht është e lehtë që të aplikohet, por sjell edhe shumë përfitime të njëpasnjëshme në shëndetin tuaj të këmbëve. Përfitimet e larjes së këmbëve me ujë me kripë me sodë buke do t'i rendisim në këtë video sipas health.com. Ka veprime antiseptike dhe dezinfektuese, ndihmon në largimin e bakterieve, veçanërisht kur vishni këpucë ose I mbani këmbët tuaja të mbyllura për orë të tëra. Mund të përdoret gjithashtu edhe si deodorant natyral. Soda e bukës neutralizon aromat e pakëndshme të këmbëve tuaja duke rregulluar pH-in në lëkurën e këmbës dhe duke zvogëluar kështu edhe djersitjet e tepërta gjatë ditës. Mund të përdoret si një eksofilues I lehtë. Zbut lëkurën e fortë dhe ndihmon në largimin e qelizave të vdekura duke I bërë këmbët tuaja më të buta dhe më të shëndetshme. Do të ofrojë relaksim dhe lahtësim të lodhjes.
zhytja e këmbëve në ujë me sodë buke dhe gjithashtu me krip do të zvogëlojë entjen dhe do të përmirësojë në këtë mënyrë qarkullimin ideal të gjakut në këmbët tuaja. Mund të parandalohet gjithashtu edhe problemet e infeksioneve. Falëvetive antimikrobike ndihmon në ruajtjen e shëndetit të këmbëve dhe në parandalimin e infeksioneve të tyre kërpullore, si dhe mbajtjen e këmbëve të shëndetshme, sidomos këmbët e atletit. Do të zbusë problemin tuaj të kallove. Efekti për zbutjen e kallove dhe themrave të çara, duke i bërë ato më të lehta për largim dhe duke sjellë gjithashtu rezultatet e munguar në këtë aspekt. Por si të përgatisni banjon me sodë buke dhe krip për këmbët tuaja? Në këtë video do të rendisim mënyrën ideale sipas health.com që do ju ofrojë një lehtësim të këtyre shqetësimeve. Si fillim, mbushni një legen me ujë të vakët, sa për të mbuluar këmbët plotësisht. Shtoni në të 2 lugë dhe krip të trash dhe 2 lugë me sodë buke. I vendosni brenda dhe i tresni duke i trazuar. I përzjeni mirë derisa ato të treten plotësisht. Zhytini këmbët në këtë përbërje për 15 deri në 30 minuta. Më pas i thani mirë ato, i fshini mirë, përdorni krem hidratues për të ruajtur kështu edhe butësinë e tyre. Por sa shpesh mund të aplikoni këtë rezultat për këmbët tuaja? Ekspertët rekomandojnë ta përsërisni atë 1 herë ose 2 herë në javë për ta mbajtur lëkurën tuaj të këmbëve më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe pa krijuar komplikacione. Veçanërisht nëse djersisni këmbët tepër, keni kallo ose lodhje, mund ta përdorni atë më shpesh. Nëse simptomat vazhdojnë dhe përkeqësohen, konsultohuni patjetër me specialistin tuaj, pasi mund të keni ndonjë problem të mundshëm të lëkurës dhe ka nevojë për trajtime më të specializuara. Përveç këmbëve, uji me sodë buke dhe krip mund të përdoret gjithashtu edhe për eksofilimin e duarve dhe gjithashtu edhe të trupit. Të kombinuar me vaj ulliri ose mjaltë, do të largojë qelizat e vdekura të lëkurës së trupit tuaj. Mund të përdoret gjithashtu edhe si shplarës goje natyrale. Soda e bukës me ujë mund të përdoret në formën e gargarës për të neutralizuar aromat e këqija të saj. Dhe më pas shpëlarja e gojës me ujë të bollshëm mund të jetë një mundësi shumë e mirë që mund të aplikohet në kushte shtëpie jo më shumë se 1 herë në javë. Mund ta përdorni gjithashtu edhe si banjo relaksuese për trupin. Shtimi i tyre në ujin e banjos do të relaksojë muskujt, përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe do të ulë nivelet e stresit që mund të kenë rënduar më shumë shëndetin tuaj të trupit. Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie mund të jetë një mundësi relaksimi, sidomos në rastet tuaja më të veçanta. Gjithashtu, këto përdorime mund të jenë ideale edhe në lehtësimin e pickimeve të ndryshme që mund të keni nga insektet e natyrës. Aplikimi si pastë, sidomos në vendin ku jeni pickuar, mund të qetësojë acarimet dhe inflamacionet dhe t'jap gjithashtu rezultatet e duhura kundër këtyre komplikacioneve. Është e rëndësishme që të përdoret me kujdes, të paktën 1 herë në javë. Përfitimet do të jenë mbretëlënëse dhe gjithashtu qetësuese për lëkurën tuaj. Onikomikoza shkaktohet nga infektimet të thonjve nga kërpullat, që i përkasin gjithashtu edhe kategorive të dermatiteve, të cilat shumohen shumë lehtë në këmbët tuaja dhe mund të shkaktojnë edhe komplikacione të ndryshme të tyre. Megjithatë, thonjtë tuaj fillojnë të duken edhe në simptomat e para. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të njerëzve, tregoni më të vëmendshëm ndaj shenjave që këmbët tuaja janë duke shfaqur. Konsultohuni me ekspertin për të përzgjedhur metodat e duhura për të larguar papastërtitë dhe ndryshimet e lëkurës suaj. Soda e bukës mund të përdoret edhe në këtë rast dhe mund të japë gjithashtu rezultatet e duhura kundër këtyre komplikacioneve. Ndjekja e përdorimeve të sodës së bukës në rastin tuaj mund të jetë një alternativë shumë e çmuar kundër këtyre shqetësimeve. Në mbajtjen larg të papastërtive të thonjve, të cilat mund të krijojnë myk, si pasojë e lagështisë që këmbët tuaja qëndrojnë për një kohë të gjatë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.